Unë nuk e shoh kështu. Një kryeministër në ato që po jetojmë çfarë ndryshime globale ka, i duhet në fakt një ekip super e fortë, që secili që e merr punën e vet, jep edhe përgjegjësinë fundite, sepse nuk mundet zoti Kurti me ditë çfarë bëhet atje në Ministritë e Mjedisit ose në ministri tjetrën edhe të thotë hajtë veç po e qes dikan sa për sy e faqe. Jo nuk besoj ashtu. Prandaj unë besoj që secila qeveri që ka me ardhur të ardhmen shumë ka me pas si tham, kualiteti i punës tyre ose rezultatet e punës tyre kanë më varë për krejt dikasterit, sepse qeveria megjithatë është një lloj në Gjermani quhet një vashmashine, një lavatriçe e madhe e cila ngarthen shumë si tham puzzle që duhet me funksionu. Erave të kalume kanë pas shumë rëndësi emrat e përveçshëm për shkak që gjithmonë kemi pas qeveri të koalicionit të gjerë kryesisht. Edhe një parti që ka qenë koalicion gjithmonë e ka propozuar një figurë të fuqishme politike brenda partisë vet për me qenë ministri qoftë edhe nëse s'ka qenë ai ministri fare relevant. Tash e kemi një pushtet që ka shumicën absolute me numra. A mi thuti disa ministra të qeverive të kalume që kanë qenë të fortë sipas teje? Po kanë qenë sepse kanë qenë 3-4 parti. Në fakt kanë qenë kundërta. 3-4 parti kanë qenë ata e mundueshëm me pas qeverisje me koalicion, nuk ka mujt me u përzi, ashim thoqi LDK-s ose LDK-ja, ashim thoqi kanë qenë për ministre hiç. Këtë kalkulim pazaresh ka qenë. E ky zotriv që ka fitu 51%, ky ka mundësinë e botës me zgjedhje më të mirë. Asnjë qeveri e koalicionit, asnjë kryeministër që ka dalë nga qeveria e koalicionit nuk i ka pas durë të lira me zgjedh ekipin e vet. Po këtu s'ka nevojë për pazar se i ka numrat na përmendëm. Po pikërisht po ti po thuaj që këta janë të rëndësishëm. Jo, ne po them e kam komoditetin sepse për profilin politik, qysh inspirohet, qysh vepron politikisht, na e njohim atë egon politike që ka fuqi politike. Ti i vetëdijshëm që kur boni qeveri VV-ja me LDK në atë periudhën e shkurt, i shkoi për ministër. A propozoi LDK Lumir Abdigjikun për ministër të infrastrukturës. Pse? Sepse pa çat ta quaj ashtu çat nisën qeveri, mundsin 2-3 ministri edhe një figurë të fuqishme politike propozoj. Unë desha të diçka tjetër nëse më lejan, veç nëse më lejan. Lutem veç 1 minutë duram. I dërguan për ministrat punëve të brendshme Agim Veliu, njeriu që kishte shoh mas shumë të Albin Kurtin. Po i ka qenë fuqishëm ato, ka pas bazë elektorale. A mund e krahason ti një ministër kur ta qeni subjekt, që jemi koalicion s'kiçore Agim Veliu na bojta. Ajo është koalicion për të cilën po fletik ka pas që kur ka shumicën një kryeministër, ai ka drejtën edhe mundësinë e botës me zgjedhën as më të mirë dhe më të fortë. Në ato që po flet ti Agim Veliu ka pas një bazë fuqishme elektorale. Nuk bën kompromis thonë, s'ka